Atëherë, kemi marrë vendimin për marrjen e masave të përkohshme për shmangjen e ndikimeve negative të platformës online TikTok. Ju, siç e dini, ne kemi zhvilluar një seri të gjerë konsultimesh me prindrit, rreth 65.000 prindër të pyetur në rreth 1.300 takime, të realizuara për sa i përket efekteve që lidhen me sigurinë e fëmijëve, që lidhen me sigurinë e tyre në mjedisin digital dhe efektet negative që rrjetet sociale dhe platformat të cilat kanë përmbajtje të pakontrolluara mund sjellin në shëndetin dhe gjithashtu mirëqenien psikoemocionale të fëmijëve. Në të gjithë këto takime që ne kemi kryer, konsultime, me qëllim edhe realizimin e planit veprimit të ri për sa i përket forcimin e mekanizmave të parandalimit, sa i përket incidenteve të cilat më pas shkaktojnë incidente që lidhen me dhunën fizike dhe gjithashtu edhe bullizmin apo edhe atë online, kanë qenë shumë proaktiv për prindrit dhe gjithashtu kanë rekomanduar dhe kanë qenë pro mbylljes apo kufizimit të platformës TikTok. Nga ana tjetër, ne kemi ngritur një grup ndërinstitucional pune me pjesëmarrjen e institucioneve të cilat kanë përgjegjësi direkte për mbrojtjen, sigurinë e fëmijëve dhe të rinjve edhe në mjedisin digital, pra në hapësirat online. Kemi analizuar efektet gjithashtu që vijnë nga këto platforma kur bëhet fjalë sa i përket të gjithë aspekteve shëndetësore, aspekteve që lidhen me shëndetin psikoemocional të fëmijëve, por edhe pasojat që lidhen edhe me raste direkte të dhunës fizike, të nxitur pikërisht nga këto element, pra që nxiten në mjedisin digital dhe pikërisht në platformën e TikTokut. Grupi ndërinstitucional i punës ka patur në përbërje të gjithë autoritetet përkatëse, duke filluar nga Autoriteti i Mediave Audiovizive, nga Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike, nga Komisioneri për mbrojtjen e të dhënave personale dhe gjithashtu edhe Policia e Shtetit, Ministria e Brendshme, Ministria e Drejtësisë, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Duke marrë të gjithë faktet dhe gjithashtu edhe elementet të cilët për ne ka patur rëndësi maksimale dhe që lidhen drejt për drejt me sigurinë e fëmijëve dhe të rinjve në mjedisin digital, kemi rekomanduar pikërisht mbylljen apo kufizimin e aksesit për platformën TikTok. Ky kufizim aksesi do të jetë deri në një periudhë 12 mujore, periudhë e cila do të na lejojë ne të gjithë kohën e nevojshme për marrjen e masave në bashkërendim me përfaqësuesit e platformës TikTok. Ne kemi nisur tashmë një komunikim me përfaqësuesit e TikTokut, një komunikim i cili ka të bëjë me marrjen e masave të mëtejshme, duke filluar nga filtrat për sa i përket moshës aksesit në platformën TikTok, nga filtrat në lidhje me kontrollin prindëror dhe gjithashtu edhe sa i përket filtrave të domosdoshëm në lidhje me të gjithë aspektet të komunikimit edhe në gjuhën shqipe, duke vendosur këto filtra, do të parandalojmë pra pikërisht edhe promovimin e sjelljeve të cilat janë të padëshiruara dhe që vijnë përmes komunikimit në platformën e TikTokut. Koha është e mjaftueshme për të nisur këtë komunikim. Ministria e Arsimit është ngarkuar që së bashku me Agjencinë Kombëtare të Sigurisë Kibernetike dhe me entet e tjera rregullatore dhe me Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit të vendoset pra në kontakt dhe të negociojë me përfaqësues të platformës TikTok, por edhe me rrjetet e tjera sociale, pikërisht për të vendosur këto filtra të aksesit të cilat do të minimizojnë këto rrisje të cilat më pas sjellin edhe problematika nëse nuk vendosen dhe nuk realizohen ashtu sikurse tashmë ne
kemi vendosur këtë komunikim dhe kërkojmë që ta zhvillojmë së bashku me ta. Periudha pra e kufizimit të aksesit në TikTok do të jetë deri në 12 muaj, sikurse e shpjegova, një periudhë domosdoshme për të vendosur të gjithë komunikimin dhe për të negociuar për elementët dhe kushtet që tashmë pra ne i kemi filluar diskutimet me ta. Nga ana tjetër, më duhet që ta theksoj edhe një herë që ky është një vendim i cili ka në fokus dhe në qëllim parsor interesin më të lartë, interesin e fëmijëve dhe të rinjve dhe sigurisht sigurinë publike në mjedisin digjital. Atëherë është mbyllje e përkohshme e aksesit në platformën TikTok. Një mbyllje e përkohshme do të thotë që i kemi dhënë vetes 12 muaj kohë, pra deri në 12 muaj, për të bërë të mundur që në bashkërendim me përfaqësuesit e platformës së TikTokut të mundemi që të marrim të gjitha masat e nevojshme për të vendosur kushtet dhe kriteret e duhura në mënyrë që aksesi në TikTok të mos dëmtoj fëmijët dhe të rinjt. Pra, ato materiale të cilat sot qarkullojnë dhe ne i kemi marrë të gjithë raportimin nga institucionet përkatëse, nga policia e shtetit, akte të cilat kanë shkuar deri në akte ekstreme, në vepra penale, dhe që nxisin dhe promovojnë dhunën dhe sjelljet e pashëndetshme, të mundemi që të reflektojmë me përfaqësuesit e TikTokut dhe me instrumentat që ato do të vendosin, që lidhen me filtrat, me algoritme dhe gjithë elementet e tjera, në mënyrë që kur të rishikohet masa që është propozuar, pra e rihapjes, nëse do të ketë plotësime të këtyre kritereve, atëherë të jemi të gjithë të qetë që lundrimi i fëmijëve në platformën e TikTokut dhe i të rinjve të jetë sipas kushteve dhe kritereve, duke shmangur çdo incident apo krijim të elementeve që lidhen me dhunën apo nxitjen e bullizmit online dhe efekteve apo ndikimit negativ që ato kanë në jetën dhe shëndetin e fëmijëve dhe të rinjve. Për sa i përket elementit që ka lidhje me ndërprerjen pra të aksesit, do të jetë Agjencia Kombëtare e Sigurisë Kibernetike, e cila me entet përkatëse do të punojë dhe brenda një periudhe të shkurtër kohore, që mund të jetë disa ditë apo një javë pak, do të mundet që të realizojë pra këtë ndërprerje të përkohshme të aksesit në platformën e TikTokut.